Kjo javë ka qenë java e punës edhe për një program të ri që qeveria shqiptare do të bëjë së shpejti të disponueshëm për të gjithë interesuarit. Programi dyfisho ndërmarrjen tënde. Një program i bazuar tek bashkëpunimi mes Qeverisë së Shqipërisë, Bankës së Shqipërisë dhe bankave të nivelit dytë për të hapur një linjë të re kredie dhe për të vendosur instrumenta të rinj garancish për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme që e kanë krijuar një bazë, që kanë një vizion rritje, që kanë ambicien dhe vullnetin për të rritur, por që kanë pikërisht pamundësinë për ta mbështetur vizionin dhe ambicien e tyre me kapital të mjaftueshëm dhe akses në financë. Pikërisht këtë po bën qeveria me Bankën e Shqipërisë dhe me bankat e nivelit dytë. Kemi pasur një takim shumë të dobishëm pak ditë më parë gjatë javës që lan pas dhe kemi dakordsuar që brenda një muaj, pra në fillim të muajit maj, do të bëjmë edhe shpalljen e programit me firmosjen ceremoniale të gjitha marrëveshjeve të nevojshme për t'i vënë në dispozicion të gjithë atyre që duan të rriten një garanci dhe një financë që të çojë në dyfishimin e ndërmarrjes së tyre. Këtë javë kemi miratuar dhe aktin e premtuar normativ për uljen e akcizës së naftës në momentin kur nafta si pasojë e impaktit të luftës mbi tregjet ndërkombëtare të kalojë limitin e 220 lekëve. Pra, ulja e akcizës me 20% është një masë që hyn në fuqi me njëherë kur çmimi i naftës kalon 220 lekë për litër dhe ai benzinës 200 lekë për litër. Këto pragje janë paracaktuar për të garantuar një ndërhyrje të drejtë dhe të balancuar në raport me zhvillimet e tregut, të cilat janë zhvillime që ne nuk i kemi në dorë, nuk jemi shkaktar të tyre dhe nuk kemi as fuqinë që t'i ndalojmë, përveç se kemi detyrimin që t'i trajtojmë në funksion të amortizimit të goditjes së menjëhershme mbi konsumatorët, pa cënuar nga ana tjetër stabilitetin e financave publike në një kohë kur pasiguria në tregjet ndërkombëtare mbetet e lartë dhe po aq edhe dinamike. Masa do të mbetet në fuqi deri në stabilizimin e plotë të situatës ndërkombëtare, ndërsa bordi i transparencës që është vënë në lëvizje do të mbetet garant i çdo zhvillimi në tregjet globale për të reflektuar menjëherë në mënyrë të drejtë dhe të verifikueshme atë çka duhet ndodh në tregun vendas. Ky është një reagim i duhur, i matur, në kohë, që garanton vendimmarrje të shpejta, që